Në këtë edicion do të ndihni Viola von Kramon, raportuesja e Kosovës në Parlamentin Evropian, ka mbajtur një fjalim në seancën plenare teksa ka folur rreth liberalizimit të vizave. Pas Ziçrit është varrosur shenjë e Kisheu, i cili tje u ndan nga kjo botë. Familjar, miqë zyrtar të shumt mes lotësh i dhanë lamtumirjen e fundit njeriut bamirës. Profesor Salim Aliqit, 22 vjet më parë bashkë me shumë të burgosur të tjerë politik, përjetuan tmerret të mëdha brenda birucave të burgjeve serbe. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Gjatë 24 orëve të fundit, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës bën të ditur se Covid pozitiv rezultojnë 836 raste. Janë raportuar 10 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Në Gjakov kanë dalur edhe 60 raste të reja të infektuarve. Instituti me këtë rast thekson se numri i rasteve pozitive dhe vdekjeve nga Covid-19 vazhdon të jetë i lartë dhe brengosës si pasojë drejt për drejt e neglizhimit të masave. Mjekët të stërngarkuar në spitale po luftojnë kundër këtij virusi, tinzar e shkatrimtar me tërë fuqinë e tyre profesionale e njerëzore. IKSHPK përsëri thirrjen për zbatimin e të gjitha masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtjen nga pandemia Covid-19. Masat parandaluese janë të njëjta me aksent të veçantë se personat pozitiv duhet të qëndrojnë në shtëpi për të parandaluar përhapjen në familje dhe në komunitet. Me zvoglimin e kontakteve do të bëjmë të mundur ndërprerjen e përhapjes së infeksionit, të qëndrohet në shtëpi dhe dalja të jetë vetëm për nevoja të domosdoshme. Ndalimi rigoroz i takimeve me njerëz me të cilët nuk jetoni në bashkësi, pos për qëllime specifike. Ndalimi rigoroz i tubimeve. Apelojmë tek institucionet përgjegjëse, përkatësisht Policia e Kosovës dhe inspektoriatët përgjegjëse që të mbikëqyrin me përpikmëri dhe të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e masave dhe vendimeve të tjera në fuqi, në zbatim të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid-19 në Republikën e Kosovës, thuhet në njoftimin e IKSHPK-s. Klinika infektive tashë disa ditë ka përmbushur kapacitetet spitalore. Numri i rasteve të reja është në rritje, ndërkohë që nuk ka as edhe një shtrat të lirë brenda klinikës. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të infektives ka propozuar që të merren masa të reja që të menaxhohet mirë kjo situatë. Ai ka njoftuar se është duke u bërë gati edhe klinika interne për trajtimin e rasteve. Klinika infektive tash e disa ditë ka përmbushur kapacitetet spitalore. Numri i rasteve të reja është në rritje, ndërkohë që nuk ka as edhe një shtrat të lirë brenda klinikës. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të infektives ka propozuar që të merren masa të reja që të menaxhohet mirë kjo situatë. Ai ka njoftuar se është duke u bërë gati edhe klinika interne për trajtimin e rasteve. Izet Sadiku ka thënë para mediave se kërkesat për shërbime janë shumë të mëdha, ndërkohë që brenda ditës janë duke u trajtuar mbi 120 raste. Klinika infektive do që disa ditë vazhdimisht do lirohen disa dhe pranohen disa gjatë ditës, por shtetet të lirë do me qëndru për 24 orë, do zakonisht që 4-5 ditë mos kema si shtet të lirë që qëndron do i lirë. Sadiku është shprehur se trendi i rritjes së numrit të rasteve me virusin ende jo plotësisht të njohur tregon se duhet të merren masa të reja. Në kufi jemi ndoshta të masa, kështu të shfrytëzimit spitale ka filluar të lirohet edhe klinika internës. Përgatitet për lirim të pacientëve, dhe kështu që kjo tregon që ti nuk guxon me leju me tejkalu kapacitetin spitalor që ka. Me që Kosova ende nuk ka siguruar vaksinën anti-Covid, Sadiku ka shtuar se institucionet duhet të shohin mundësitë për menaxhim më të mirë të situatës. Që kemi pas edhe gjatë kësaj periudhe staf të infektuar, i kemi dikun 7 persona të infektuar, për që janë 8 infermierë dhe 1 mjek është infektuar javën e kaluar. Ditëve të fundit pothuajse çdo ditë numri rasteve të reja pozitive me këtë sëmundje arrin shifër afër 800. E vetëm në klinik po trajtohen mbi 100 pacient. Janë të mbushura kapacitetet e klinikës me pacientash. Furnizimi me vaksinën anti-Covid është premtuar herë në muajin shkurt e pastaj edhe në mars. Kosova ka gjasa që as këtë muaj të mos e marrë asnjë dozë të vaksinës. Ish-ministri i Shëndetësisë Armen Zema javën e kaluar ka deklaruar se Aleanca Covax gjatë muajit mars do të nisë prodhimin e vaksinës gjatë muajit.
Viola von Kramon, raportuesja i Kosovës në Parlamentin Evropian, ka mbajtur një fjalim në seancën plenare teksa ka folur rreth liberalizimit të vizave. Von Kramon ka bërë thirrje që të bëhet liberalizimi i vizave për Kosovën, pasi në të kundërtën po humbin besimin e qytetarëve të saj. Nëse nuk i përmbushim premtimet tona, ne do të humbasim kredibilitetin dhe besimin. Është koha dur që Këshilli të mbajë më në fund premtimin për liberalizim të vizave. Unë absolutisht ndaj frustrimin e qytetarëve të Kosovës, do të doja që Parlamenti Evropian të mund të vendosë për këtë çështje. Raporti i saj në Parlamentin e Evropës gjithashtu e inkurajon Kosovën të vazhdojë reformat e brendshme. Raporti gjithashtu inkurajon Kosovën të bëjë më shumë përpjekje për çështje të ndryshme të brendshme dhe lokale. Midis tyre tema si ndryshimi i klimës, politika arsimore, dhuna me bazë gjinore për të përmendur vetëm disa. Qeveria e Kosovës duhet të kalojë reformat dhe të zbatojë ato vazhdimisht. Gjithashtu ka pohuar se Kosova do të humbte shumë nëse nuk do të arrinte një marrëveshje me Serbinë. Të pyesësh se çfarë mund të fitojë Kosova nga dialogu është qasje e gabuar. Aktorët politik në Kosovë duhet të pyesin veten se çfarë humbet duke braktisur dialogun. Kostoja e mundësisë për të mos pasur një marrëveshje është e lartë dhe askush nuk fiton asgjë nga status quo. Ndryshe, Miroslav Lajçak, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian, ka deklaruar sot se së shpejti mund të kenë një takim mes liderëve shtetëror të dyja vendeve. Lidhja Demokratike e Kosovës po zhvillon takime me kandidatën për presidente Vjosa Osmani për të siguruar nga ajo që do të luajë rol unifikues dhe përfaqësim të popullit sa më të mirë siç kërkohet nga presidenti, ka thënë nënkryetaria e LDK-s Shqipe Mjekiçi. Mjekiçi tha se në parti janë duke punuar për të arritur një qëndrim të përbashkët rreth zgjedhjes së të parit të vendit, por ka thënë se një vendim i tillë do të merret pas një takimi tjetër me Osmanin. Kryetari i saj, pra zoti Lumir Abdigjiku, është duke zhvilluar takime bashkë me nënkryetaret, takime me zonjën Osmani për diskutu atë që pashtu është e njohur për ju, pra për të siguruar njëkohësisht që zonja Osmani do të luajë një rol unifikues dhe do të përfaqësojë interesat e popullit më së miri, ashtu siç kërkohet nga një pozita e presidentit, kurdoqoftë ai. Ajo tha se Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë opozitë konstruktive ku do të kritikojnë kur është e nevojshme dhe do të bashkëpunojnë për çështje të interesit nacional. Ajo është në opozit, me qenë se ka shënuar një rezultat jo dhe aq të mirë në zgjedhjet e fundit. Do të jetë pjesë e opozitës duke luajtur një rol konstruktiv, duke shqyrtu gjitha propozimet, draftligjet të cilat dalin nga qeveria e Kosovës. Mjekiçi ka thënë se beson që kryetari i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës do të sjellë ndryshime në parti, duke thënë se arsyeja e pranimit të pozitës së nënkryetares në këtë parti ka qenë leadershipi i Abdigjikut. Besoj, sepse kjo është një prej arsyeve që më ka shtyr mua t'i bashkohem Lidhjes Demokratike pikërisht në këtë kohë. E kam pasur këtë mundësi dhe e kam thënë edhe në disa raste tjera që t'jem pjesë e Lidhjes Demokratike, por mendoj që tash hapësira për të kontribuar, jo vetëm për mua, por edhe të tjerë të cilët janë bashkangjit kohëve të fundit dhe të cilët do të bashkangjiten në ditët muajt në vijim. Pra është një mundësi për të kontribuar, duke ditur që leadershipi i ri, pra i prin nga zoti Abdigjiku, do të sjellë me të vërtetë ndryshime. Shqipe Mjekiçi është zgjedhur nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës në kuvendin zgjedhor të kësaj partie më 14 mars. Pas Ziçërit është varrosur Sheneki Shehu, i cili dje u ndan nga kjo botë, familjar, miq e zyrtar të shumt, mes lotësh i dhan lamtumirën e fundit njeriut bamirës. Njeri i përkryer që gjithnjë përçonte tek të tjerët urtësinë e dashurinë ndaj Zotit. Në moshën 83 vjeçare u ndan nga kjo botë Sheneki Sheban Shehu. Me nderime dhe rite fetare u përcoll për në botën e amshueshme për të mos vdekur kurrë. Familjarët mes lotësh po i bëjnë Ziçrin lamtumirës njeriut bamirës e të urtësit ishte Shenekiu.
Shenekia ka qenë profesor, ka qenë adhëtar, ka qenë udhëzues shpirtëror, ka qenë fetar, gjithashtu ka qenë strehues i shumë zemrave dhe i shumë njerëzve që nuk kanë pasur mundësi gjatë kohës luftës, gjatë kohëve më të vështira ka qëndruar njerëzve më së afërmi. Jam rrit pranë durve ti, jam eduku pranë ti, udhëzimi ti kryesor ka qenë leximi, shkollimi, edhe gjëja kryesore kultura edhe edukata. Humbja e madhe është edhe për Shen Nesimi Dervish Dana. Ai punën, angazhimin dhe urtësinë e Shenekiut e vlerësoi me meritat më të mëdha, sepse i tillë ishte dhe i tillë do të mbetet. Baba She ka qenë një person i cili në situata të ndryshme ka kontribuar për vendin ton në format më të ndryshme. Baba She është një inspirim për gjeneratat tona të reja. Çdo gjë që vjen prej Zotit e Zotit do të kthehet. Shoqëri prej Zotit që i ka dhe pasardhësit në rrugën më të duhur dhe më të mirë, gjithë neve popullin ton, gjithë dashamirët dhe besimtarët e kësaj rruge, Zoti ju jap sabër e gjerët për humbjen e babës She, dhe inshallah familja të rnojnë e ta kujtojnë me ndërim një burr të lartë. Besimtarët e këtij tarikati ngushëllojnë qytetarët. Humbja e tij është humbje për gjithë ata që njohën. Shenekin është shumë vështirë me ta përshkruar me pak fjalë. Ishte një burr i urtë, një profesor i devotshëm, në breza kancer, djem të suksesshëm dhe shehi ishte i përgatitur kombëtarisht dhe fetarisht për mosat e një patrioti shumë të madh. Të pranishëm në këtë ceremoni martore ishte dhe i pari komunës së Gjakovës Ardian Gjini, i cili ngriti lart veprat e Shenekis. Është një ditë e dhimbshme për familjen, për gjithë besimtarët dhe ndjekësit e Shenekis, po është një ditë e dhimbshme për gjithë qytetarët e komunës sonë. Shehi që tash ka kalu në Mshim ka qenë mësues në gjitha kuptimet e fjalës, ka qenë një njeri që ka nxjerr breza jo vetëm në edukim të drejtë për drejtë shkollor, por në edukim fetar, një njeri i jashtëzakonshëm, një njeri i mirë. Edhe Mimoza Kusari Lila, kryetare e Alternativës, tha fjalët më të çmuara që ekzistojnë. Ishte njeriu që me urtësinë e bujarinë e tij bëri që të jetë shembulli më i mirë i një udhëheqësi fetar. Me fiksim të thellë e mora lajmin për ndarjen nga jeta e Shenekisë Tyrbes së Shebanit. Jeta dhe vepra e Shenekiut ka qenë model për gjithë qytetarët, për gjithë përcjellësit. Qetësia, mençuria dhe maturia që ai ka përqumë vazhdimsi në gjitha situatat ka qenë një garanci për një pris fetar të mirëfillt. Unë nuk e kam prit them të drejtën për kundrejt moshës, ai ka qenë në gjendje shumë të mirë, me një shpirt dhe pozitivitet që gjithmonë ka rezatu optimizëm dhe vizion për jetën, dhe shpresoj që ta ketë lënë dhe ta përcjellin gjithë tjerët që kanë mbetur përcjellës të tij, edhe të institucionit të Tyrbes së Shebanit, por gjithashtu edhe qytetarët e komunës së Gjakovës. Shenekiu u varros në Tyrben e Shebanit, ku tani do të pushoj për gjithmonë. Shpirti i tij të prejet në paqe e pasardhësit e tij të jenë me jetë të gjatë e kujtimin për të ta kenë të përjetshëm, u tha me këtë rast. Janur, 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 janur. Tani sjellim rrëfimin e profesor Salim Aliqit, i cili 22 vjet më parë, bashkë me shumë të burgosur të tjerë politik, përjetuan të merret të mëdha brenda birucave të burgjeve serbe. Si shumë qytetarë të Gjakovës dhe mbar Kosovës, edhe Salim Aliqi ka qenë i burgosur politik gjatë periudhës së okupimit. Në një prononcim për të vësyri, ai tregon përjetimin e tij që nga momenti kur është burgosur. Po unë arrestuar me 7 shtator të vitit 1998 në fshatin Dallashaj. Jam arrestuar me një ekip policore, po edhe ushtarake, me autoblind, me një kampanjoll të atyre që u quishin në atë kohë të okupatorit serb, edhe kanë dërguar në kasarnën e ushtrisë. Tish Serbisë, Jugosllavisë në atë kohë. Aty kemi qenë një 7 ditë që na kanë maltretuar dhe pastaj na kanë dërguar në burgun e Pejës. Kemi qëndruar një 3 muaj në burg të Pejës, pastaj në burg të Dubravës, diku 8 muaj diçka kemi qëndruar aty.
me datën 24 pikrisht mars të vitit 1999, këm pas ditën e gjykimit në gjykatën e Pejës. Prej Dubravës në kanë transferu në Pejë për të mbajt gjykimi. Mirë po gjykimi nuk është mbajt, ne si burgosur politik nuk kishim informacione që do të ketë sulme nga NATO-ja në forcat serbe të Jugoslavisë. Edhe si të burgosur politik, prap në kanë kthyer në burgun e Dubravës, ku deri në bombardimin e burgut me datën 18 maj të vitit 99, aty kemi qëndru për 5 ditë rresht gjatë bombardimeve, ku qindra afër mijëra njerëz, shokë tanë ishtë burgosur politik, kanë mbetë të vrarë, po dhe të plagosur. Pastaj na kanë dërgu në burgun e Lipjanit, ku kemi qëndru një 15 ditë ashtu parafërsisht, torturat shumë të paparashikume, të paparapame, edhe pastaj prej burgut të Lipjanit, pas që është nënshkru një marrëveshje Kumanovës, gjë që ne nuk kishim fare informata për këtë, na kanë dërgu në burgun e Nishit, ku atje kemi kry pjesën më të madhe të burgut, dhe pastaj në Leskovc është mbajt gjykimi që im dënuar për me 2 vite shkalla e parë, pa i numëruar këtu ditët që kanë qenë në kasarën e të ushtrisë. Lirimi nga burgu zakonisht të jep ndjenjë pozitive, por kjo nuk ka qenë edhe aq e theksuar për Maliqin. Lirimi prej burgut që shumë burgosur e ndinë si çështje emocionale, çështje e mirë, e gëzimit mirë, po për mu mund të them lirisht se ka qenë e përgjysmuar për shkak se kemi pas lënë shumë burgosur të tjerë në burgje. Prandaj nuk e kam përjetuar atë gëzimin që shpërjetoni burgosuri kur del nga burgu. Profesori thekson se mbetet me shpresë që do të vinë ditë më të mira e do të shpaguhet në të vërtetë gjaku i derdhur i dëshmorëve, si dhe të gjithë atyre që kanë kontribuar për liri. Partia Social-Demokrate ka zhvilluar një aktivitet simbolik të objekti i qeverisë së Kosovës. Ata kanë vendosur disa plakata në ndërtesën e qeverisë, duke kërkuar dorëheqjen e ministrit të ri të infrastrukturës Libor Aliu. Krejt kjo pasi ky i fundit ka një akt akuz këtë shpërdorim të detyrës zyrtare. Teuta Rusta nga kjo parti tha se përderisa vetë vendosja kritikonte për nivel të lartë të korrupsionit, vetë kreu i saj në qeveri ka emëruar një ministër me akt akuz. Sipas saj, madje kreu i qeverisë nuk po bën zë sa i përket kësaj akt akuza. Ne sot kemi ndërmarrë një aksion simbolik ku i kemi shkru 2 letra. Njëna do duhet ishte ministrit Aliu, tjetra e kryeministrit Kurti, të cilët në diskutimin e fundit lidhur me keqpërdorimin dhe korrupsionin nuk janë bërë gjallë, domethënë nuk e kanë thonë as edhe një fjalë të vetme. Në këtë formë, Partia Social-Demokrate ka zhvilluar një aktivitet simbolik të objekti i qeverisë së Kosovës. Pas rregullimit të shtratit të lumit Krena në Gjakov, banorët po ankohen se ujërat po hyjnë në shtëpi. Kjo po ndodh vetëm në rrugën Tefik Çanga. Bodrumet e Muhamet Sadës, banori rrugës Tefik Çanga, pranë shëtitores së lumit Krena në Gjakov, mbushen me ujë sa herë ka rreshje. Ai është banori kamotshëm këtu dhe sipas tij lashët kanë filluar pas rregullimit të shtratit të lumit dhe ndërtimit të shëtitores. Këtë problem së fundmi e ka adresuar tek këshilltarët e Alternativës, derisa tregon edhe për komunikimet që ka pasur me komunën. Para 2 vjete i kam lajmëruar komunën me gojë dhe me shkrim. Gypat janë të vendosur të ngushtë, por nuk pa kanë kryer përgjigjen. Edhe me gojë kam thonë, çfarë me gojë, që gypat janë të ngushtë, nuk ma kanë kryer përgjigjen. Ka konë si mas, me gojë ma kanë konë si mas planit. E të përzgjedhurit në Asamblenë Komunale nga radhët e Alternativës që përsollën nga afër gjendjen e Sadës, shprehen të shqetësuar për situatën e banorëve këtu. Kjo është rrugës Tefik Çanga, ka edhe të familjeve tjera të cilat, domethënë gjatë shinave, ata e kanë këtë rrezikshmëni. Do thotë një punim, do thotë një lum o shëndru si që sheni në një kanal. Vetë fakti që një lum nuk ka gjelbrim për onash dhe ka betonim, atyre a shëndrohet nga lumi në kanal. Dhe
volumi ujë sigurisht që rritet dhe do më thonë sistemi gypor i bartjes së ujit shkakton këto probleme. Edhe banorë të tjerë këtu kanë paraqitur shqetësime të ngjashme, por që nuk kanë dashur të flasin para kamerës së televizionit. Ne kontaktuam me komunën e Gjakovës, të cilët në një deklaratë zyrtare dhënë për TV Syrin thanë se punimet në lumin Krena ende nuk kanë përfunduar dhe të gjitha dëmtimet apo problemet eventuale që mund të ndodhin do të eliminohen. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe njerë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Viola von Kramon, raportuesja e Kosovës në Parlamentin Evropian, ka mbajtur një fjalim në seancën plenare teksa ka folur rreth liberalizimit të vizave. Pas ziçrit është varrosur shenjë Kisheu, i cili tje u ndan nga kjo botë. Familjar, miqë zyrtar të shumt mes lotësh i dhanë lamtumirin e fundit njeriut bamirës. Profesor Salim Aliqit, 22 vjet më parë bashkë me shumë të burgosur të tjerë politik, përjetuan tmerret të mëdha brenda birucave të burgjeve serbe. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syrivisvision.tv. Mirupafshim.